Unë jam dera, thot Krishti. E fatekisht është pak e çuditshme me një këtë fjalë prej tij. Unë jam dera, po çfarë kuptimit ka? Na dim se për çfarë shërben dyrt. Po Krishti është dera e vërtet, dera që çon te vërteta. Është dera e cila hapet për me dhënë liri. Është dera e cila mbyllet për me të rujt, për me të mbrojt, mu për kujdes. Është dera që trun zemrën, trun shpirtin, dinjitetin edhe gjithçka tjetër. Zgjidheni atë derë. Bota ka me dhënë shumë mundësi, na ka me të ofru dyrë nga më të ndryshmet, me premtime të lakmueshme, gjëra të jetënalta, ti vetëm zgjidh derën që çon te vërteta, Krishtin. Ai e vetmi të shtrit, ai e vetmi të mush me jetë. Në asnjë derë tjetër mos hyn se fik vetin, hin vetëm te ajo e cila ka për mbrana gjithçka. E Krishti t'jep gjithçka. Pa Krishtin çdo gjë është shkatrim. Me Krishtin gjithçka është jetë, shnritje e vërtet. Me Krishtin asgjë kur nuk është e gabueshme.